Mëngjesin e 26 shtatorit përkujtoj një nga ditat më të vështira të jetës time. I strehuar bashkë me familjen në malet e Abrisë së Epërme për t'i shpëtuar granatimeve serbe, besniku pa me sytë një fëmije krismat, britma dhe vdekjen e më të dashurve të tij. Brenda pak orësh, forcat serbe shuan 23 jetë nga familja Deliu, prej një foshnjë 6 muajsh e deri tek plaka 94 vjeçare. Pas 27 vitesh, kujtimet e asaj tragjedie vazhdojnë të jenë ende tek thella. Besniku vetëm 5 vjeçar atë ditë rrethon momentet që nuk i fshihen kur nga kujtesa. Kena dëgjuar krizmat granatës, njerëz që janë konë të plagës me plagë në trup kanë vdekur, piskoma edhe më kujtohet se sot kur janë ardhur na kanë marrë neve forcat serbe, na kanë largu pe vendin ngjarjes ofër 1,5 kilometër larg vendin ngjarjes, na kanë çuar te një plak, edhe te një plak ku atë plakun nërsi neve e kanë rënë, na kanë lënë neve veç me atë plakën, edhe që i na ka të plagëst, aja u mundu me ato mundësitë e veta me na lidh plakët. E motra e besnikut, Arlinda, që atëherë ishte vetëm 1 vjeçare plagosur rënd, por sot ajo thotë se plaga vazhdon të jetojë brenda tyre. Kuptohet për neve që është ndjenjë e dëmshme dhe është e rëndë për neve, po në njëjtën kohë pasi jetojmë në liri është edhe krenari për neve. Gjithashtu edhe për kreun e OVL-UÇK, kjo ditë është po aq e dhimbshme sa edhe krenare. Imeri ka qenë në bashkëlqytetar, ka qenë në komandant, dhe këtë familje kështë në shpehe, këto afër në malë, dhe ndodhe papritme që ndodhe kjo ditë, pikërisht në mas 27 vite, ne parlamentari kujtojmë edhe njëherë. Po falë Zotit gjoku tyne dhe gjithë dëshmorët kombit së njëm të lirë. E pranishme në këtë ceremoni ishte edhe deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ganimete Musliu, e cila thekson se kjo masakër nuk duhet kujtuar vetëm në përvjetora. Ka qenë një nga masakrat më të mëshme që ka ndodhur në Kosovë, jo vetëm në Drenicë, po në Kosovë. Sot përkulemi me nder dhe respekt para gjakut tronëve. Edhe shkrimtari Hamdi Aliaj tregoi si ka kushtuar një poezi familjes Deliu, ku secilit për 23 viktimave ja ka kushtuar nga 2 strofa. Në mesin e atyre librave kam shkruar edhe për terrenet e kësaj familjes. Nga 25 shtatori, familja Deliu ishte strehuar në mal për t'ju shpëtuar sulmeve serbe. Një ditë më vonë, me 26 shtator, rreth orës 10, aty kishte depërtuar këmbësoria serbe, me këtë rast ishin dëgjuar të shtënë armësh e britma njerëzish.